është në përqindje mund ta themi më të madhe se sa pjesa e saj shëndosh. Në momenti kur këto para, të cilat vinë nga jashtë brenda, do të ndërpriten dhe do të ndërpriten është e sigurt. Jo më kot vepron SPAK-u në Shqipëri. Se SPAK-u është vullnet politik i partnerëve tanë ndërkombëtar, nuk është produkt i vullnetit politik shqiptar. Po, dhe do shkohet tek ajo pikë thua ti. Do shkohet tek ajo pikë thua ti patjetër dhe këto para do ndërpriten. Dhe këto para do ndërpriten në Shqipëri, ekonomia shqiptare është në pikën e saj të katastrofës. Pse? Ta shpjegojmë pak për thjesht për ata që na ndjekin. Po sepse bie prodhimi vendor, pra industrit kanë rënë me shifra të thëna vetë nga zyrtarët shqiptar. Prodhimi bujqësor po ashtu, varësia jote nga parat informale që të vinë nga jashtë brenda është shumë e lartë, pra e thash pjesa kanceroze është më e madhe tashmë se sa pjesa e shëndosh, në momentin që këto para do të ndërpriten dhe po ndërpriten praktikisht, janë dhënë shenjat e para të saj, nëpërmjet goditjeve të SPAK-ut brenda dhe të goditjes së grupeve të trafikut shqiptar që janë jashtë, atëherë ekonomia shqiptare mund të themi pa frikë fare kërcënohet nga një rënje dramatike që nuk pyet më as për të majt as për të djathtë. Dhe ky është një shqetësim shumë i madh. Nuk do të kesh para për pensione, nuk do të kesh para për rroga, nuk do të kesh para për investime, nuk do të kesh para për mjeksi, nuk do të kesh para për sistemin arsimor, e kështu me radhë dhe me radhë dhe me radhë, dhe ju kuptoni që është një kolaps i vërtet, sepse kolapsi fillon nga ekonomia, nuk fillon nga politika. Politika e prodhon, ekonomia të rrëzon për tokë. Pra ky është një alarm i madh se çfarë po ndodh me ne. Çfarë po ndodh me shqiptarët dhe çfarë rreziku kemi ne realisht. Sepse në kushtet kur ty do të ndërpriten këto rryma të mëdha që po të oksigjenojnë sot, dhe në vite këto janë shtuar, varësia jote ndaj këtyre parave është rritur nga viti në vit, atëherë praktikisht do të thotë që do të jemi në kolaps. Kolapsi ekonomik ty do të sjellë në kolaps të plot të shtetit. Mund të bjerë shteti edhe në kuptimin formal të fjalës. Ne kemi provuar në 91-shin, 92-shin, ne kemi provuar në 97-ën çfarë do të thotë. Dhe ne rrezikojmë, realisht rrezikojmë sot moneda shqiptare që sot paraqitet jashtëzakonisht e fortë, po pa produkt vendor, në momentet ty kur do të pritet rrymat e valutave që të vinë nga jashtë brenda, moneda shqiptare do të kalojë në sensin tjetër të kundërt. Ajo mund të zhvlerësohet në mënyrë shumë të shpejtë se sa është forcuar, e cila do të prodhojë inflacion, do të rritje çmimesh e kështu me radhë. Pra situata është jashtëzakonisht e vështirë. Tani, që janë shenjat janë as pak të mira. Po, tani që janë bërë hapa, sepse duhet ta them dhe për publikun që ti hyn te ekspertët që nuk e ngre kollaj alarmin. Pra, nëse arrin në nivele të tilla, do thotë që je totalisht i bindur që po shkohet drejt skenari. Dhe thën këtë, merret edhe më shumë seriozisht situata, të paktën unë e marr më shumë seriozisht situatën në momentin që të dëgjoj në këtë analizë, se kjo tek e fundi është analizë shifrash, nuk gënjen kurrë. Thën këtë, tani